Në Bashkinë e Gramshit ka nisur prej fundit të muajit shtator fushata e vaksinimit për të mbrojtur nga gripi. Ky proces në mbar vendin këtë vit ka nisur më herët, pasi virozat u shfaqën më agresive. Shefi i Shëndetit Publik në Gramsh bën me dije se përkundër 3500 dozave të para që kanë marrë, deri më tani janë aplikuar 2700, ndërsa fushata vijon deri në muajin mars. Po, në rrethin e Gramshit, në njësinë vendore të kujdesit shëndetësor Gramsh, ka filluar fushata e vaksinimit sezonal 2025-2026, nga data 22 shtator 2025, ku u mor furnizimi nga Instituti i Shëndetit Publik me dozat e planifikuar 3500 doza dhe nga ajo ditë filloi shpërndarja e vaksinave në të gjitha pikat e vaksinimit, në 7 pikat e vaksinimit, në 7 qendrat shëndetësore të rrethit tonë dhe në spitalin e rrethit tonë, që në spital vaksinohen mjek i infermier. Fitojnë nga ky sezon i vaksinimit antigrip, punojësit e shëndetësisë, gratë shtatzanat, sëmurët kronik, të sëmurët me sëmundje kardiovaskulare dhe me sëmundje pulmonare, plus punojësit e policisë dhe sipas vlerësimit të mjekëve të familjes. Të parët janë vaksinuar grupet e riskut si bluzat e bardha, punojësit e policisë, mësuesit dhe popullata me sëmundje bashkëshoqëruese. Mjeke Ermira Kasrioti thekson se ky proces këtë vit po ecën normalisht. Jemi në stinën e vjeshtës, në sezonin e virozave respiratore dhe vaksinimi ndaj influencës ka nisur me ritme të kënaqshme në qendrën tonë. Fillimisht është bërë vaksinimi gjithë stafit mjekësor, pastaj kemi filluar me popullatën, kryesisht me të sëmurët kronik, me ata që vuajnë nga sëmundjet më të shpeshta kardiake, respiratore, diabeti, gratë shtatzane, dhe ndërkohë kemi filluar edhe vaksinimin e mësuesve dhe policëve. Një pjesë e popullatës tepën ta marrin vaksinën antigrip duke ju friksuar pasojave anësore, por mjekët bëjnë apel të kryhet si e vetmja mënyrë për të mbrojtur nga virozat në qarkullim.